Mjeku i njohur do ju befasoj. Nga nesër merrni një lugë sodë buke dhe shikoni çfarë ndodh. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës i cili shtohet ëmbëlsirave të disa gatimeve të tjera, por nuk duhet të jetë gjithmonë kështu, pasi soda e bukës mund t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndoshta disa të tjera të e përdorin vetëm për pastrim, por ka edhe femra të cilat e njohin fuqinë e këtij pluri magjik edhe në fushën e bukurisë. Maskat me përbërës bazë sodën e bukës bëjnë lëkurën tuaj të duket më e bukur, të shkëlqejë dhe të ketë gjithashtu edhe një bukuri më të madhe. Pirja e një gote të kombinuar me një lugë çaji sodë buke në të mund të jetë një përzgjedhje që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojë kështu edhe komplikacionet e tij. Soda e bukës është një substancë alkaline, e cila mund të parandalojë dhe të trajtojë shumë probleme të tjera të organizmit. Ajo ndihmon edhe në funksionet metabolike, përmban gjithashtu fosfat edhe bikarbonat natriumi, element të cilët të ndihmojnë edhe kundër një sër problemesh. Sipas Brightside, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i sodës së bukës në përditshmëri. Soda e bukës do të ndihmojë dukshëm edhe në lehtësimin e problemeve tuaja, siç janë edhe ato të urthit. Kur acidi i stomakut ngjitet drejt ezofagut, kjo mund të shkaktojë kështu djegje të mëdha të lukthit, duke shkaktuar edhe probleme të ndryshme të tij. Por kombinimi i një lugë çaji sodë buke të tretur në një gotë me ujë mund të jetë një lehtësues i mirë derisa të merrni trajtimin e specializuar. Soda e bukës normalizon edhe pH-in e organizmit. Konsumi një gjysmë lugë çaji sodë buke të tretur në një gotë me ujë do të rivendosë kështu ekuilibrat në trupin tuaj, duke rregulluar më mirë pH-in. Për shkak të pH-it mbi 7, soda e bukës është një përbërës i mirë magjik që ndihmon edhe në lehtësimin e metabolizmit dhe në funksionin më të mirë të tij. Soda e bukës është një lehtësuese e mirë kundër problemeve të gurve në veshka. Konsumi i rregullt i sodës së bukës mund të shpërbëjë kristalet tuaja të veshkave, madje edhe të përmirësojë më mirë performancën tuaj fizike. Soda e bukës ka natyrë alkaline që do të thotë se do të ulë gjithashtu nivelin e aciditetit të tepërt në organizëm dhe do të ndihmojë në një kontroll më të mirë të muskujve tuaj. Soda e bukës është një metodë efektive që mund të parandalojë edhe grumbullimet e acideve bazë. Një nga trajtimet më të mira është edhe kundër infeksioneve urinare me ndihmën e përdorimit të sodës së bukës. Mjafton të përdorni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë dhe ta konsumoni atë të paktën një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse përjetoni edhe ndjesi të djegjes gjatë urinimit, duke ju ndihmuar në lehtësimin e këtyre simptomave dhe duke sjellë gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë kundër komplikacioneve. Kur konsumohet në doza të përshtatshme dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton gjithashtu edhe rikuperimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinë ose në frigoriferin tuaj. Përveç përdorimeve të saj tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të larta terapeutike dhe mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e një sër komplikacionesh të ndryshme. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt edhe me substancat acidike si uthulla e mollës, gjithashtu edhe kosi. Pirja e ujit të kombinuar me sodën e bukës është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër një sër problemesh të ndryshme, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti mund të merrni rezultatet e shumëpritura. Kur konsumohet në doza vërtet të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturat organike të organizmit dhe mund të përshpejtojë gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një lehtësuese shumë e mirë
kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga problemet që shkakton urthi, nëse vuani prej tyre, pirja e sodës së bukës të tretur në ujë do të ndihmojë dukshëm në neutralizimin e këtyre komplikacioneve dhe acidit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë gjithashtu edhe në çlirimin e gazrave nga organizmi juaj. Mund të ndihmojë edhe në reduktimin e problemeve të pashit dhe përmirësimin e strukturës organike të organizmit. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit të shfaqet me shumë komplikacione, siç janë për shembull problemet e osteoporozës, artritit, të cilat lulëzojnë edhe në mjedise tepër acide. Ndaj përdorimi i kësaj përmbajtje mund të jetë një përzgjedhje fantastike për shëndetin tuaj edhe në lehtësimin e problemeve. Uthulla e mollës është një produkt fantastik që mund të ndihmojë kundër inflamacioneve në organizmin tuaj. Inflamacioni i kyçeve në organizëm mund të shkaktojë më shumë dhimbje. Toniku i kombinuar me sodën e bukës mund të ndihmojë kundër akumulimit të acidit urinar në gjak dhe në inde, duke ndihmuar kështu në një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm. Soda e bukës është një produkt fantastik që mund të ndihmojë kundër infeksioneve të ndryshme urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen shumë mirë kundër infeksioneve të ndryshme urinare. Soda e bukës do të ulët gjithashtu nivelin e acidit në urinë. Soda e bukës mund të japë më shumë gjallëri dhe më shumë energji gjatë gjithë ditës. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzierë 4 gota me ujë me një gjysmë lugje çaji sodë buke, një lugë çaji me kripdeti, 2 lugë gjedhe mjalt dhe një lugë gjedhe lëng limoni. Uji me sodë buke gjithashtu mund të jetë një çlirues shumë i mirë i organizmit. Përsa koha i kombinohet në mënyrën e duhur dhe në trajtat efektive, soda e bukës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë, por gjithmonë duhet të tregoni kujdes. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet të tepërohet në përditshmërinë e dietës suaj. Nëse vuani nga sëmundje të ndryshme si ato të mëlçisë, të veshkave, të tensionit të gjakut ose edemat, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini toniku në përditshmërinë e dietës suaj nëse jeni shtatzan ose jeni lehon. Të vegjëlit nën 5 vjeç nuk duhet të pinë ujë me sodë buke. Nëse pini medikamente të caktuara, nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Ose pini tonikun nëse jeni me stomakun plot. Ky lëng mund t'ju bëjë më të etur, prandaj mund të mbani një shishe me ujë pranë jush sa herë që mund ta përdorni. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me ekspertin për të evituar komplikacionet. Soda e bukës është ndoshta përbërësi më i nënvlerësuar dhe njerëzit mendojnë se përdorimi i tij i parë dhe i vetëm mund të jetë vetëm në kuzhinë. Ajo që shumë prej nesh nuk e dinë është se soda e bukës mund të jetë një ilaç i fuqishëm natyror që parandalon dhe trajton një sër komplikacionesh të ndryshme, dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të luajë një rol parandalues kundër inflamacioneve. Soda e bukës është e mirë për organizmin dhe si e tillë duhet të përdoret sipas rekomandimeve të duhura. Kështu, përfitimet e saj mund të luajnë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe reduktimin e problemeve të përditshme. Soda e bukës është një përbërës i cili mund të krijojë shumë përfitime dhe në pastrim. Mund të kombinohet gjithashtu në forma të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Soda e bukës është një pastrues efektiv. Rezultatet e saj mund të jenë magjike dhe lehtësuese. Në të njëjtën kohë do ju kursejë shumë shpenzime të panevojshme, pasi kostoja e sodës së bukës është vërtet e ulët dhe përfitimet që ajo ofron do të jenë vërtet të mëdha. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në një pastrim më efikas të lavamanit, duke ju ndihmuar të keni një lavaman të pastër dhe të evitoni më pas edhe aromën e keqe që kanë tubat. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe parandalimin e inflamacioneve. Sigurohuni ta përdorni me kujdes. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.